Për vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja në sallën e gjyqit kanë reaguar ashpër të gjitha institucionet e drejtësisë, duke dënuar ashpër krimin e rënd. Gjykata e Apelit e Jurisdiksionit të Përgjithshëm, aty ku ndodhi ngjarja e rënd, e konsiderojnë krimin një goditje jo vetëm për komunitetin e drejtësisë, por për të gjithë shoqërinë. Në deklaratë kërkohet që institucionet përgjegjëse të ndërmarrin masa të menjëhershme për rritjen e nivelit të sigurisë dhe për parandalimin e ngjarjeve të tilla në të ardhmen, si dhe të bëhet thirrje për ndaljen e gjuhës së urrëties, denigrimit të gjyqtarëve dhe sistemit të drejtësisë. Në këtë moment e errët, ne gjyqtarët mbetemi të palëkundur në vendosmërinë tonë për të zbatuar ligjin me integritet dhe kuraj. Drejtësia nuk do të trembet, thuhet në deklaratë. Reagimi i ashpër për ngjarjen e rënd ka ardhur edhe nga Unioni i Gjyqtarëve. Ky akt barbar përbën sulmin më të egër të drejtë për drejtë ndaj drejtësisë, ndaj jetës dhe integritetit të gjyqtarëve, si dhe ndaj vetë rendit kushtetues të shtetit të së drejtës. Kjo ngjarje e rënd ndodh në një klim të përhershme armiqësore ndaj sistemit gjyqësor, e cila prej vitesh ushqehet dhe amplifikohet nga diskursi politik dhe mediatik që shpesh e paraqet gjyqësorin si burim të çdo problemi në shoqëri, thuhet në deklaratën e Unionit të Gjyqtarëve. Po ashtu edhe dhoma e avokatisë përmes kreut të saj Max Haxhia ka reaguar me vrasjen e gjyqtarit Kalaja. Kjo ngjarje për këdo është një thirrje alarmi për sigurinë së pari të jetës dhe shëndetit të kolegëve, gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe njëkohësisht një thirrje edhe për avokatët për thellimin e punës, për ndërgjegjësimin e palëve në procese penale, civile dhe administrative, për çka atyre ju takon ligjërisht dhe për pritshmëritë në proceset ku ata përfaqësojnë palët, thuhet në reagim. Në të njëjtën linjë është edhe reagimi i shoqatës së avokatëve penalist. Gjua agresive ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe avokatëve në jetën publike nuk mund të vijojë të jetë më hapësirë në kulturën e një vendi të civilizuar, duke ushqyer manifestime dhune të cilat vënë në dyshim zhvillimin dhe respektimin e çdo vlere njerëzore. Marrja e jetës së një gjyqtari brenda mureve të gjykatës, vendi që prezumohet të ofrojë sigurinë e padiskutueshme ligjore dhe njerëzore të ruajtjes dhe konsolidimit të drejtave dhe lirive të çdo individi dhe personi, godet rënd shoqërinë dhe shtetin në tërësi. Për vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja brenda në gjykatën e Apelit kanë reaguar Këshilli Lartë Gjyqësor, Inspektoriati Lartë Gjyqësor, Gjykata Kushtetuese, Gjykata e Lartë, SPAK, Gjykata e Posaçme, si dhe aktorë të tjerë të drejtësisë në vend, duke dënuar krimin e rënd dhe shprehur ngushëllimet dhe solidaritetin për familjen e gjyqtarit.